porti Durrësit, ku i është dhënë ende pa u ndërtuar porti zvendësues, i është falur një investitori arab, investimet cilë po zhyten aty me sa duket, po kështë bisekret tjetër, dhe me paret e taksapagusve do ndërtohet një port i ri, i cili po është afer korruptive dhe dosja është SPAK. Porti Limionit në Sarand, port strategjik ushtarak, është në SPAK, se do bëhet atje një marinë detare, investim strategjik dhe ai. Porti Shëngjinit, baza e Shëngjinit, baza detare e Shëngjinit, është në SPAK. Edhe aty për investime turizmi është bërë. Pra ne shikojmë, porti Himarës, porti i Vlorës, edhe ai është lënë për marina, edhe është parashikuar që porti zvendësues i Vlorës të bëhet në treport prapë me taksapagusit. Pra këtu, me këtë panoramën e madhe dhe mashtrimin e madhe të strategjikës, këtu janë duke dhënë ato që janë me të vërtet pronat më strategjike të vendit. Prona më strategjike këtij vendi është porti më i vjetër, më i madh i Shqipërisë, që është Durrës. Nuk ka pronë më strategjike Shqipëria. Se aty amencohet jetë edhe Zarafilla e korridorit 8 dhe aty janë me mira biznese të Tiranës e Durrësit të lidhura drejt për drejt, dhe aty është dhe ardhmja e Shqipërisë. Prandaj me këtë vorbullun edhe tymnajen edhe mjegullnajen që vihet që strategjike, faktikisht Shqipëria është zhveshur nga gjërat më strategjike të mundshme, që janë portet, tëra portet shqiptare janë disfunksionalizuar. Porto Romano që do duhet dhe nëse vende të tjera, për shembull, ka për shembull Greqia. Kjo mendoni se ka kush i garanton shqiptarët që këto të fshetin, kjo dhoma e fshet që udhëheq protestën nuk janë si këto që janë tani. Kush i garanton shqiptarët në këtë problem? Në 2001 u ndërpresi port. Këto më thonë gjithçka, kjo është thelbi. Fakti që njëri është i keq në 20 vjet pas ka qenë. Ato e diu që nuk janë gjithçi. Të protesta. Por problemi është që protestojnë për dyshime. Protestojnë për prova. Po kë do fçojmë zgjedhje? Qytetarët nuk dyshojnë të ardhmen, kanë performancë, kanë portofolio, i kanë pa çfarë ndodhur. Ta kanë shitur si projekt green, ka dal brown. Të kanë shitur sikur do sjellë super zhvillim, ka sjell vetëm rritje çmimesh, edhe geto, edhe ambiente geto të izoluar që nuk kanë pjesë e zinxhirit furnizues të vendit. Pra, të ka shitur strategjik investime në patundshmëri, por ndërkohë ka lënë pa porte. Dhe portet zvendësuese do ndërtohen me taksa qytetare pa çka se u tha që do na ndërtojnë në investorët e huaj. Pra kjo gjë nuk vjen me skepticizëm, cinizëm ose me dyshime komplote. Kjo vjen me prova të prekshme, ku ato që janë qenë investime strategjike faktikisht na kanë zhveshur nga asetet strategjike, nga bazat detare e Limionit, nga bazat detare e Shëngjinit, nga bazat detare e Porto Palermos, nga porti më i madh më i vjetër i Shqipërisë, që është porti i Durrësit dhe nga porti i Vlorës. Pra kjo është strategjike. Çdo fjalë tjetër nuk ka strategjike. Ta pyesim zonjën Gjuzi e cila nuk bie dakord me ju zonë Nurallare. Jo shumë mirë, unë jam duke folur me qytetar faktikisht, unë zë ndryshoj mendjen e zonjës Gjuzi, ajo është jo patjetër gjithë jemi këtu për të folur me qytetarët. Unë thjesht kam ca pyetje që mendoj që për t'i dhënë dhe një lloj linje mendimit. E para se dëgjojmë që janë bërë shumë gjëra keq dhe vetëm keq. Sa më keq është Shqipëria sot? Me 1 milion qytetar të ikur prej 2013, sa e dita? Shiko, Adri. A bëre pyetjen? Apo bëre kështu retorike, se kisha me mua. Më fal, mendova se unë nuk kam ndërprer asnjëri. Jo, mendova se ma bëre mua pyetjen. Unë tregova maksimumin e për vete. Jo, më fal. Ai ishte retorike. Mendova se ma bëre mua pyetjen. Sa më keq është Shqipëria sot? A është Shqipëria më keq sot? Po nuk është pra Shqipëria më keq sot, sepse ke një GDP gati 3 herë më të madhe, ke një buxhet më të madh, ke një territor i cili për herë të parë, edhe në ato zona që dikur quheshin të pa aksesueshme, zona që ne kemi pas një shprehje që thonë atje ha pula gur, nuk bëhet asnjë gjë, sot atje zhvillohet turizëm. Dhe kur flasim për turizmin, turizmi është strategjik për Shqipërinë, sepse përveç të gjitha të mirave që i ka falë Zoti territorit shqiptar, turizmi ka nevojë për 2 elementë shumë të rëndësishëm që të jenë në sinkron me njëri tjetrin. Se që një pjesë të kontributit patjetër e kanë të gjitha ata sipërmarrës, të cilët kanë marrë guximin, kanë vullnetin, kanë dëshirën për të kontribuar në vendin e tyre dhe për të hyrë në industrinë e turizmit, pa vizion nga qeverisja nuk çohet turizmi në këtë nivel që është sot në Shqipëri. Se 12 milion vizitorë në vit nuk besoj që do bëhemi cinik për t'i mohuar, që sot turistët shkojnë në të gjithë territorin e vendit, edhe këtë nuk mund ta mohojmë. Që ne flasim për zhvillim të Bregdetit. Po mirë, e dim ne që vija bregdetare e Shqipërisë është rreth 13% e ndërtuar. Sot që flasim, 13%, ndërkohë që mesatarja në vendet e mesdheut është
22 deri në 25%, ndërkohë që në zona shumë të zhvilluara shkon dhe në 50-55%. Perfekt, mos ndërtoni në parqe. Ndërtoni në ato zona që vetë kanë planifikuar. Kanë planifikuar me Shqipëria 2030, 80% të Bregdetit e kanë planifikuar vend ku të zhvillohet, 20% të mbrojtur. Mos prekni dokumentat tuaja strategjik, zotimet tuaja strategjike për të mbrojtur atë zonë. Tani unë